Gazeta Nacionale dhe Radio Televizioni i Kosovës janë përballur në gjykatë. Krejt kjo pasi që RTK-ja kishte publikuar lajm të rrem dhe me shpifje ndaj Nacionales, me akuza për financim nga Serbia. RTK-ja kishte marrë lajmin nga Slobodna Bosna, medium i njohur për lajme të rreme dhe pa asnjë burim zyrtar. Nga përmbajtja e padisë, po dhe provat materiale, është i pa diskutueshëm fakti se e paditura Radio Televizioni i Kosovës, si institucion publik, ka publikuar lajmin e rrem, duke u mbështetur, por pa i vlerësuar fare faktet, pa bërë ndonjë balancim të përmbajtjes së shkrimit të një mediumi në shqip Bosna e Lirë, në gjuhën origjinale Slobodna Bosna, ku dy mediume të Republikës së Kosovës, mediume private, një nga ato Padicja, ndaj se cilës ky shkrim shpif në formë të paskrupull dhe që, si pas provave materiale, gjë të cilat nuk janë kontestuar as me përgjigjen e Padi, se Këshilli i Pavarur i Mediave, fillimisht, në mbledhje publike dhe pastaj me vendim, kishte konstatuar se RTK-ni shkeli kodin etikës kur transmetoi artikullin e Slobodna Bosna, ashtu që ndër të tjerash, ky Këshill obligoi të paditurën që padicës nacionale t'i ofroj hapësirën për reagim të njëjtë në lajmet qendrore, ashtu siç kishte nxjerrë shkrimi shpifës. Në raport me përgjigjen e Padi, dua të theksoj se pretendimet e paditurës mund të përmblidhen në 3 pika. E paditura pretendon se nuk ka legitimitet real pasiv, duke qenë se ajo nuk është autore e shkrimit. Çështja e dytë, në përgjigjen e Padi, pretendohet që kjo gjykatë të bindet se e paditura ka vepruar me diligjencë në standarde etike dhe ndër të tjerash pretendon ta bindë gjykatën edhe për kredibilitetin e mediumit në Bosnë. Dhe çështja e tretë, pretendimi i paditurës ka të bëjë me hapësirën për demant, se publikimi i një shkrimi të një mediumi tjetër, pa i verifikuar faktet, përbën shkelje të një dhe të koment. E paditura e ka citu një medium i cili është i njohur sipas fact checker, kontrolluesit të fakteve, dhe se shifrat që dalin të këtij mediumi për shpifje janë të frikshme. Ndër vite janë qindra shkrime të pavërteta. Dhe tani e paditura del kundër të vërtetës faktike kur pretendon që ta mbrojë edhe kredibilitetin e burimit, e që është mediumi Slobodna Bosna në Bosnë. Një medium publik, siç është e paditura, s'ka se si të mos ketë parë që për shpifje të këtij mediumi në Bosnë ka pas një deklarim edhe të zyrës së prokurorit të shtetit të Bosnës së Hercegovinës. Që në vitin 2014, ku zyra e prokurorit atje ka pas reagim publik për shkrimet të pavërteta të këtij mediumi. Ndonë se nuk janë përmendur ëmbrat, RTK ka vepruar me mirëbesim profesional dhe me përgjegjësi editoriale, duke marrë hapat konkret, me që rast në datën 23/07/2024, në edicionin qendror të lajmeve, janë publikuar reagimet edhe reagimin e zotit Berat Buzhala. Gjithashtu, gazetarja e RTK-s i është drejtuar përmes email-it zotit Buzhala me kërkesë për koment lidhur me pretendimet e mediumit bosnjak Slobodna Bosna. Para apo pas publikimit? Pas reagimit, pas publikimit nga lajmet qendrore, të cilin nuk ka përmendur emra, mirë po ka pas reagime, i njëjti ka reaguar dhe ka marrë mandej. Domthon kërkesa për koment i drejtu përfaqësuesit ligjor të padicit pas publikimit të lajmit datës 22/7. Po, megjithëse nuk është përmend emri i tij, po ka pas reagim drejtina edhe